Mirëmëngjesi të gjithëve shikues të Ora juaj, të Ora News dhe dëgjuesit e Radio Ora. Ne edhe ditën e sotme do të jemi sërish së bashku për të përcjellë informacionet në pjesën e parë, informacionet e webit të Ora News dhe më pas të mirëpresim telefonatat tuaja. Shpresojmë që të keni kaluar një fundjavë të bukur, të qetë dhe të gëzueshme. Pashtu shpresoj që të nisni edhe një javë sa më të mirë. Mirë, ne pa humbur kohë, në fakt do të ecim njëherë me informacionet e para në webin e Ora News. Do të ndalemi në rubrikën nga vendi pikë së pari për të parë se çfarë ka në faqen kryesore të kësaj rubrike. Plagoset me jet ski, turisti belg tek shkëmbi i Kavajës dërgohet në gjendje kritike tek trauma. Raporti vjetor i KLP-s, gropa në sistem, nga 341 prokuror, vetëm 220 në detyrë. Emri i rrezikshëm i bilishtit i aratiset policisë së drejtë Greqisë, çfarë ndodhi dhe akuzat ndaj tij. Vrasja e kryekomisarit Artan Çuku dhe si i shpëtoi Bledar Jambellit ekstradimin në Shqipëri. Shkrumbrohet nga flakët makina në aksin Levante-Pelen, shpëton mrekullisht çifti me 2 fëmijët e vegjël. Tragjike, mbytet 22 vjeçari në Lumin Mat. Është një tjetër artikull. Ecim më tej. Bie zjarr nga afër urës së Kardhiqit, shkrumbrohen 3 hektar me bara dhe shkurra. Tani që është edhe sezoni i verës, shtohen zjarret në kullota e po ashtu edhe në sipërfaqet malore. Teksa ecim me një tjetër artikull ka të bëjë po me aksidentet në aksin Korçë-Kapshtic, dyshohet për të plagosur. Një vit nga vrasja e Eraldo Nevruzit tek Hotel Gracia, prokuroria merr të pandehur Gerald Shehun e 2 punëtorët. E rënd në Egjip, turisti gjerman goditet nga helika e skafit, 46 vjeçari transportohet në spital. Ushtria amerikane trajnon forcat ajrore shqiptare për fikje ajrore të zjarreve. Është një tjetër artikull. Marrëdhëniet seksuale, shqetësimi i përtëmiturit, shtohen rastet edhe veprat penale me 50% krahasuar me një vit më parë. Ecim edhe pak po tek rubrika nga vendi. Si gabimisht u ndale tek një artikull, të shohim se çfarë ka më pas. Kanioni i Langaricës, perla natyrore mes shkëmbimeve dhe ujrave termal. Plazh me fekale në Durrës, ana tjetër e mrekullisë turistike. Jo gjithmonë do flitet për mirë për sa i përket turizmit, ka edhe lajme të tilla, ku në fakt është shqetësuese për të gjithë turistët dhe vendasit, pse jo. Plagosi për vdekjen 59 vjeçarin dhe u largua nga vendngjarja, arrestohet 35 vjeçari nga Tirana. Është një tjetër artikull po në rubrikën nga vendi. Ecim edhe pak, 2750 km për 40 ditë në këmbë. Emigranti shqiptar në Britani, udhtim nga Cambridge në Trapoj. Zhvillohet në Tiranë kongresi ndërkombëtar i dëshmitarëve të Jehovait. Mirë, të ecim edhe pak po në rubrikën nga vendi. Dashdomani blindohet në burgun 313, spak drejt një të penduarit të ri në dosjen e vrasjeve seriale, do futet në program mbrojtjeje. Spak po heton Maznikun, 3 muaj para zgjedhjeve ju kontrollua banesa, në fokus restoranti dhe tenderat.
Ministeriali i Europës Juglindore, këto janë rrugët që do të bllokohen në Tiranë ditën e sotme. Është një tjetër artikull, teksa e mbyllim në fakt me këtë artikull, por unë gjithmonë nuk e di nëse kolegu im Klodi Karai lexon apo jo, po lexoj gjithmonë edhe më të lexuarat. Tensionet Iran-Izrael, Britania dërgon avion luftarak, ndërkohë që një tjetër artikull i lexuar është SPAK po heton Mosnikun 3 muaj përpara zgjedhjeve ju kontrollua banesa në Fokus restoranti dhe tenderat. Dhe i treti, analizë si e theu Irani mbrojtjen ajrore të shtrenjtë izraelite. Mirë, ne në këto momente do të ecim në një tjetër rubrik dhe do të ndalemi në rubrikën politik. Video, të më arrestosh dhe të më poshtërosh. Kujt po i dërgon mesazh të koduar nga burgu Erjon Veliej? Blushi deklaron edhe Odir damaskoi zgjedhjet e Ramës si jo të lira e të barabarta. Terrori elektoral i 11 majit kur nuk do pranohet. Loti 7 i aksit Elbasan Qafthan, Rama deklaron, po punohet për ndërtimin e vatrave të artit. Ndërkohë flitet po për samitin që do të mbahet të ditën e sotme në Tiranë, edhe Rama ka deklaruar Shqipëria qendra e diplomacisë. Një tjetër artikull po në rubrikën politik, kemi të bëjmë me nise hëna me seancë, ku vendi shtyn punimet shkak mungesa e kryetares Elisa Spiropali. Qendra shëndetësore verore, Koçiu deklaron shërbimi 24 orë për pushuesit në të gjithë vendin. Ndërkohë një tjetër artikull, Partia Demokratike deklaron magazinierët e Salillarit të bëhen si me magji nga Rama. Pronarët parqesh fotovoltaike dhe kondicionerësh SPAK nuk ishe. Është një denoncim i bërë nga zëdhënësia antikorrupsionit në Partinë Demokratike, teksa ecim më tej me një tjetër artikull, ndalemi me presidentin Bajram Begaj pret ditën e sotme kryetarët e shteteve dhe delegacioneve të procesit të bashkëpunimit të Europës Juglindore. Koha e diktaturës së Teheranit po mbaron, Berisha deklaron me ndihmën edhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, regjimi i Ajtullahëve po shkon drejt fundit të merituar. Një tjetër artikull vjen po nga kryeministri, i cili deklaron se kalaja e Beratit është kurora që ruan shpirtin dhe historinë e qytetit. Ecim më tej. Putin, lojtari fort në gjeopolitik, nesër Irani është shkelsi i prodhimit bërthamor. Shqipëria sërish në qendër të diplomacisë ndërkombëtare, flitet po për samitin që do të mbahet ditën e sotme në Tiranë, ndërkohë që Rama deklaron të hënën në Tiranë mbahet samiti dhe Tirana qendër e diplomacisë, ashtu sikurse e lexuam në një tjetër artikull. Ecim më tej, po në rubrikën politik, opozita me një emër për kryebashkiak në Tiranë, Kushti Shehaj deklaron të jetë jo partijak që t'ju flas qytetarëve, jo kryetarëve. Mirë, e kemi mbaruar edhe artikujt në rubrikën politik. Do të ndalemi tek një tjetër rubrik, në rubrikën nga rajoni, për të parë se çfarë ka në brendësi të saj, por gjithsesi nëse keni interes për të parë më në brendësi të çdo lajmi, të çdo titulli lajmi, mund ta klikoni, mund të hyni në rubrikat përkatëse dhe ta klikoni për të parë më tepër në brendësi të saj. Kishte fshehur në valixhe mbi 2 kg kokainë. Arrestohet shqiptarja në Rodos, 22 vjeçarja me armë dhe fishek në bagazhin e saj. Ecim më tej. Nuk e bëra për në shtetësi, u hodha në lumë për të shpëtuar 2 fëmijët që ndërruan jetë. Shqiptari në Greqi deklaron se do t'i bëj tatuazh. Mirë, është një deklarate e cila në fakt është një akt
heroik nga një shqiptar I cili është hedhur në lumë vetëm javën që shkoi për të shpëtuar 2 fëmijë 14 dhe 15 vjeç, por që në fund nuk ja dolën edhe pse morën prej disa ditësh trajtimi në spital. Eci më tej, 4 muaj pa parlament dështon për të 32 herë radhazi konstituimi I Kuvendit të Kosovës. Kuvendi u mbajti seancën ditën e djeshme dhe nuk arriti që të zgjidhej kryetaria e propozuar nga lëvizja vetëvendosja Albulena Haxhiu. Ecim me një tjetër artikull, më 26 qershor hapet afati për dorëzimin e listave me kandidat. Komisioni Qendror I Zgjedhjeve deklaron do të verifikohen të gjithë. $17 vjet nga hyrja në fuqi e Kushtetutës së Kosovës. Nëse doni, mund të hyni në brendësi dhe të lexoni. Kosova dëvon 2 pjesëtar të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë dhe u ndalon hyrjen për 5 vjet. Marrëveshja për migrantët, çfarë përfiton Kosova dhe pse kritikohet ato? SBA uron Kosovën, jeni vendi I parë në Europë që pranoni shtetas të huaj nga Amerika. Mirë, bëhet fjalë pikërisht për pranimin e emigrantëve të dëbuar nga Amerika, të cilët ashtu sikurse është bërë e ditur do të vendosen në Kosovë, ndërkohë që në vijim do të shihet se si do të funksionojë kjo lloj marrëveshje mes ndoshta Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ecim me rubrikën nga bota. Trump shqyrton shtimin e 36 shteteve në listën e vendeve ku nuk lejohen udhëtimet. Tragjedia me 279 viktima në Indi, dëmtimi I sediljes së pilotit shkaktoi rrëzimin e avionit. Ushtria izraelite kryen sulm ndaj objektivave ushtarake në Teheran, është një artikull në fakt që ne kemi lexuar edhe si më të lexuarët në faqen e webit të oranews.tv, teksa ecim me një tjetër artikull. Sulmet izraelite, eliminohet shefi I inteligjencës së forcave të armatosura iraniane. Ndërkohë që një artikull I cili vjen nga The Guardian shkruan ku Trump, Netanyahu dhe Khamenei, 3 pleq të zemëruar që mund të na vrasin të gjithëve. Mirë, nëse doni mund ta klikoni dhe të lexoni në brendësi se si e ka bërë analizën e saj The Guardian, teksa ecim me një tjetër artikull, sulmet mes Izraelit dhe Iranit, Bashkimi Evropian thret takim urgjent. Situata humanitare në Gaza e papranueshme, von der Leyen deklaron dhe thot se ka kryer një bisedë telefonike me Netanyahu, ku thot se Irani burimi kryesor I destabilitetit rajonal. Ecim më tej, po në rubrikën nga bota, ku mund të klikoni dhe mund të shikoni edhe videon Irani sulmon me raketa qytetet e mëdha izraelite, shpërthime të shumta dhe të plagosur. Ndërkohë vjen edhe një artikull analizë arsye e vërtet pse Izraeli sulmoi Iranin. Netanyahu mohon se ka pasur një plan për të vrarë udhëheqësin suprem të Iranit. Të shmangim katastrofën rajonale, Erdogan telefonon Trump, Turqia gati të ndërmjetësoj për Iranin. Mirë, kryesisht janë lajme që na vijnë pikërisht nga sulmet e ditëve të fundit mes Izraelit dhe Iranit, pra në lindjen e mesme, teksa ecim tashmë në rubrikën nga ekonomia. Të shohim se çfarë ka në brendësi të kësaj rubrike. Operatorët ekonomik shtojnë ankesat për tenderat. Është një artikull dhe I pari në rubrikën nga ekonomia.
Zgjerimi i linjës së transmetimit 400 kV mes Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut hap strategjik për energjinë në rajon. Ecim më tej. Esquare Shqipëria, destinacioni ku në fakt të gjithë italianët ëndërrojnë të shkojnë. Flasim po për Shqipërinë turistike dhe për artikuj që na vijnë nga mediat të huaja, nga mediat italiane në këtë rast, të cilat shkruan që italianët janë në fakt të interesuar të vizitojnë Shqipërinë edhe këtë sezon veror. Shtëpia e re e lojrave me dorë nis puna për rijetësimin e pallatit të sporteve Aslan Rusi. Pamje, Balluku deklaron në lotin 7 të aksit Elbasan Qafthan punohet për ndërtimin e veprave të artit e nënkalimeve. Mund të mbyllen kapitujt brenda vitit 2027. Banka e Shqipërisë deklaron, po duhet të punojnë fort për të përmbushur kushtet. Administrata politike publike u zgjerua në prag zgjedhjesh sa persona u punësuan në tremujorin e parë të vitit. Flasim për tremujorin e parë të vitit 2025. Ecim më tej. Paketat turistike sa kushton Shqipëria. E në fakt, dhe ishte një temë interesante të t'ju pyesnim edhe në pjesën e telefonatave tuaja sa shpenzoni për pushime. Pse produktet bazë kushtojnë më shumë se në Evropë? Edhe kjo interesante. Pse kushtojnë? Mungojnë subvencionet bujqësore, agropërpunimi i pazhvilluar. Çfarë po ndodh sot me monedat e huaja? Ja me sa po blihet dhe shitet dollari, por edhe euro. Ja tabela është një tjetër artikull në rubrikën nga ekonomia. Tatimet vendosin paga referencë për turizmin, rroga e kamarierit jo më pak se 70.000 lekë. Po sigurt ishte gjatë gjithë vitit, jo vetëm një rrogë sezonale, do ishte interesante në fakt. Kondicioneret, shpëtimi i të nxehtit, bum importesh mbi 3 miliard lek në 5 muaj. Mirë ishin edhe këto në fakt titujt kryesor në rubrikën nga ekonomia. Të shohim se çfarë vjen pas rubrikës ekonomi. Sporti. Fakt sporti është rubrika ime jo e preferuar. Gazetari Ubil Zajmi deklaron do të jemi pretendent deri në fund për kualifikimin në botror. Mirë, nëse keni interes për të parë lajmet nga sporti, mund të klikoni në rubrikën sportive dhe më pas të shikoni edhe të lexoni deklaratat e bëra në Ora Sport, në Ora News, nga personazhe të ndryshëm, të intervistuar nga kolegu Klodi Karaj. Klubi i njohur do të shes ekipin e vajzave për të blerë Marcus Rashford. Bayerni shënon në 10 gola ndaj Auckland City në ndeshjen e parë në botrorin e klubeve. Video. Nëse keni interes, Messin nuk e mbajnë më nervat, godet me kokë kundërshtarin e fal VAR. Më kujtohet Zinedine Zidane, në mos gaboj, me këtë aktin e Messit që ka zhvilluar së fundmi, teksa ecim në rubrikën nga kultura. Sofra e Tiranës mbetet e shtruar. Festa e traditës e bujarisë vijon si amanet i Arben Tafajt.
Kryebiskopi Joani flet përpara patriarkut Bartholomé, Kisha Ortodokse e Shqipërisë, faktor progresi për vendin. Komisari QRF në emër të dritës, një vështrim kritik mbi librin me tregime në emër të gjakut të Ahmet Prencit. Në ditëlindjen e piktorit, bota marrëgjepsëse e përrallave trillet dhe imagjinatës në pikturat e plakut, Thomas Setuwisk. Mirë, mbaruam edhe me rubrikën kultur, teksa në këto momente ne bëhemi gati për të mirëpritur telefonata tuaja dhe në këtë pjesë të parë, ku ora shënon 6:20 minuta, ditë e hënë, shpresojmë që të gjithë së bashku të nisim një javë të mbarë, data shënon 16 qershor, duke ardhur nga një fundjavë që nuk e di se si e keni kaluar. Mirë, ne kemi përfunduar kështu me leximin e artikujve kryesor në rubrikat e saktuara në webin e Ora News, teksa rikujtojmë që ju mund të telefononi në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mos harroni, keni edhe Instagramin e kolegut Klodi Karaj, ku mund të shkruani për problemet që mund të keni ose dëshironi që t'i ndani me të, por nuk dëshironi ndoshta që t'i bëni publike këtu në ekranin e Ora News dhe në Radio Ora. Nuk e di nëse kam apo jo ndonjë telefonat të parë, gjithsesi do kisha shumë dëshirë që ashtu sikur se e thash edhe në kohën kur ishim duke lexuar artikujt në rubrikën nga ekonomia në mos gaboj, sa shpenzoni për fundjavë, për pushime dhe pse mendoni se çmimet e produkteve ushqimore janë më të shtrenjta se sa në Europë, se sa vendet europiane dhe rajonale. Mirë. Ne këtu jemi për të mirëpritur telefonatat tuaja, për të ndarë me ju shqetësimet që ju do dëshironit ose jo t'i ndanit me publikun, dhe për të parë nëse mund t'i japim zgjidhje apo jo. Ju rikujtoj që edhe nesër do t'jemi së bashku në emisionin Ora Juaj, dhe të mërkurën ju rikthehet Klodi Karaj. Mirëmëngjes, si telefonata e parë. Mirëmëngjes. Ka mundësi të flasë me zonjën? Po, me zonjën jeni duke folur. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Edhe një herë të lutem. I urime një javë të mbarë. Faleminderit. I urime një javë të mbarë. Kam shkuar me pushime në Saranë. Kam e 5 ditë. Një që e la thash me një shtrenësi e madhe nuk ka të paparë. Në Sarandë? Në Saranë, në Ksamil, nuk ka gjë më të poshtë atë reklam që i bëjnë ata. Dhe që hotelet e pedonali Sarandës është bosh, nuk ka këmë robi, dikur pa 4 vitës, për shëtite e s'kishe kutohu shkongën e mollë. Kam 5 ditë, nuk shoh një turist që bëjnë reklam, jo i 2 milion, jo i 30 milion, janë gjithë mashtrime. Shtërinë si e madhë për supermarkete, në për taverna, në për Ksamilet. Sa qëndruat në Sarandë?
në Sarand 5 ditë. 5 ditë, dhe sa shpenzuat për 5 ditë? Pa egzagerim, Po? kena argjuar për 5 ditë 1,5 milion euro. Bashkë me fjetjen? Jo, fjetje kishë shkëton. Ah, okej. Vetëm një tamash një aspekt, vetëm një salat fshati, salat gërgëgjohet, tomatet i mërshën Sarand, qep, e duke të resa, ishte 10.000 lekë. Ka kutërim e gosë. 10.000 lekë i salat. E po, shtu zhvillohet turizmi në Shqipëri? Nuk zhvillohet turizmi të mashtru e këshit marë. është për të paktën më thënë reklam erdhën turistat pa egzagerim, sot që flas nga balkoni i shtëpisë të betonare, nuk ka kemerove. Isha në plazh në Ksamil, bëjnë reklama kotë. Po shmush plotë, s'kam futu, hotelet gjithë bosh. Për paktën thunin e realitetin. A më qënë turistë mua, vajta në Korfuz, erdhën me qënë në mërënë dhe mua që vajta nga një drejt në Korfuz, erdhën këtu edhe mu fut në zonën e turizmit. Vetëm se ju e keni lënë pak zërin e televizorit të lartë dhe mund ta ulni pak që të dëgjoni nëpërmjet telefonit dhe të komunikojmë së bashku nëpërmjet telefonit. Se kondotet po është të nëshme, po është bëjtë pak të reklame. Që kuptot të di për në dhe emersion, të si në regullë. Po. Të si është nuk e ke e të para 5 vjetës ishte plot, po këtë radhë vëlla ishte vështirë. Po jo, po është edhe herë, zotri. Dhe më thënë është 16 qershor, kështu që ndoshta nuk kanë zgjedhur Sarandën si destinacion fundjavë, kanë zgjedhur ndoshta zonën bregdetare të Durrësit, kështu që më lirë ishte në Korfuz se sa këtu. E kuptoj. Të paktën i sonë të shifrat i sonë caka. I bëti 100 milion, i kështu e ashtu. Të paktën më shtaton njerë se ne po jetojmë e po shkojmë. Ju falenderoj shumë. Jo, s'ke fati, jo. Ju falenderit, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë, ne në fakt kemi pritur telefonatën e parë, por që do të shkojmë në një hapësirë publicitare për të mirëpritur për të ardhur në pjesën e dytë dhe mirëpritur telefonatat tuaja. Dhe pas hapësirës publicitare jemi rikthyer në studio, ganti për të mirëpritur telefonatat tuaja në dy numrat e telefonit, 68 60 54 639 dhe 68 99 00008. Mirë, mi presim telefonatën e radhës. Mirë më gjesi. Me sa duket është shkëputur telefonata, mi presim një tjetër telefonat në ora juaj. Mirë më gjes. Alo, mirë më gjes. Mirë më gjes, i zonjë. Si jeni? Mirë, juve? Si jemi mirë fare. Jam një banor i njësisë numër 6. Në Tiranë, po? Po, edhe kemi 3 ditë pa ujë me motor. Marrim ujë sjellësin, do vi tani, do vi pastaj. Me thënë të drejtën, qësa jam në drejtimin e këtij emisioni, telefonata pa fund për mungesë ujë. Nuk e di ç'po bëhet në këtë Shqipëri në vitin 2025, ku qytetarët në vazhdimsi ankohen për mungesë ujë. Çfarë të them, mos e pyet. Me thënë ujë për të pirë e blejmë te Shëngjergji, sa i do qefje, ka rritë dhe çmimin, nuk po bëjmë fjalë. Me thënë sa doje vën, nuk ka. Por jo për të larë edhe për çfarë, po është drejt. Nuk kemi. E çojnë kat katërt me pompë, pa gjë dhe korrent një orë që ta çojnë kat katërt. Dhe tani s'kemi fare, do të thonë tani jemi këtu në dorë kokë me fëmijë të vegjël, me pleqëri, ne po mbushim ujë me pus, te pusi komshiut. Mi shka komshiu një pus, mbushim 2 bidona, kemi 3 ditë, do vi tani, do vi pastaj, talin me ne me fjalë gjumë s'kemi bërë, çojmë natën, ruajmë ujin, si në mesjeti jemi bërë me motor, nuk e di me fjalë, ka marrë fund, kjo nuk ka mundësi. Ju keni të drejtë dhe keni shumë të drejtë, shpresoj shumë. Realisht shpresoj shumë që institucioni i ujësjellësit
të dëgjoj dhe të reagoj. Nuk është normale absolutisht që sidomos në Tiranë, okay, mirë kuptuam në zonat e largëta si në Roskovec, po edhe atje nuk është normale të ketë mungesë ujë. Në çdo cep të Shqipërisë patjetër që duhet të ketë ujë në tubacionet e qytetarëve shqiptar. Do lutem shumë ta shikoni dhe ju si kanal të shqetësim, sepse nuk po gjejmë zgjidhje më motor, po na dallin, po na gënjejnë sy në sy me fjalë. Jo, keni shumë të drejtë. Telefonata juaj për sigurinë e shërbimit, se çfarë prallisin atje të lënë në muzikë 4 orë, nuk të përgjigjen fare ndonjëherë. Me fjalë ata janë kështu të pavarur, bëjnë çfarë duan me ne. Ne s'kemi fuqi fare për. Po kështu nuk keni shkuar fizikisht në Jo, s'kam shkuar se qelloj premte shtunë e diel. Ja, e kuptoj. Tani do pres në ora 8 të vise, në 8 e hapin, se kam Terezi ata. Po në 3 ditë fare asnjë pikë ujë? Se mos fare, absolutisht, ka vetëm ti në ora 6, kështu curil, kam mbush 2 bidona vetëm, çosh lart as bësh la fare. Po, e kuptoj. Ju kuptoj. Në shqetësimin tuaj shpresoj shumë që institucioni të reagojë dhe të reagojë në shpejtësinë e duhur. Veçanërisht i pishëm, uji pishëm i ka nga lemri. Po e blejmë ujin për të pirë, për të gatuar, po të paktën për të lanë mos kemi. Tur episodi do im në Evropë me këtë gjendje. Ajo, këtë gjendje. Do e rregullojmë. Ju falenderoj shumë, ju falenderoj. Do ju falenderoj dhe patjetër që do interesohemi edhe ne për të mësuar diçka më shumë. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbar. Mirë, presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjesi. Mirë, është shkëputur telefonata e radhës. Ju presim një tjetër telefonat derisa të bëhemi gati. Ose telefonuesja ose telefonuesi të bëhet gati të telefonojnë në 2 numrat e shfaqura në ekranin Ora News, por edhe unë i ripërsëris disa herë për të gjithë ata që na dëgjojnë nëpërmjet të valve të orës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Zotëri, mirëmëngjesi. Jam një pensionist në Fieri. Po. Dhe kam 7 vjetë që ka dalë në pension. Po. Dhe Ule pak të lutem. Të lutem, mund ta ulni. Vitet humbra në vitin 79. Të lutem, mund ta ulni pak zërin e televizorit? Edhe nuk Ule pak zërin e televizorit, lutem. Në shkallën e parë, bëra një gjyq në shkallën e parë, e fitova gjyqin, dhe sigurime shoqërore kanë hedhur në apel. Si e kanë hedhur? Në apel, Tiranë. Po. Tash me këtë vendimin e qeverisë që ka dalë tashi, para 9 vjetës. Për vitet, për personat që kanë punuar 14 vjeç. Unë kam punuar, kam dalë në 2018, para 9 vjetës, që vita që unë para 9 vjetës. Po. Vendimi qeverisë, kush është para 19, 298, duhet i përfiton ato vite. Po. Plus, unë e kam marrë dhe me gjyq. Po, edhe nuk i keni marrë, thoni. Edhe dhe i tash i ras një reagim, ashtu se që bëhet me ata, unë nuk marrë vesh. Bata në ditë atë të sigurinë shoqërore. Dhe më thamë, do t'i marrë në akse e tutje. Po shoqe kam ba gjatere unë, nuk është fajimi, thashun. Faja si juaj. Ju e këni hedhë në gjyq shkallë në apel, se unë e fitova shkallë parë. Ju hodhë në apel, mi bilek, si thash. Edhe nuk e di që abet, nuk mi vesh i ben ato vendime të qeverisë si pas qefit tyre. Si mund të gjithë vlajta? Po derisa e ka hedhur në apel, duhet të prisni, ose duhet të prisni? Duhet të sqaroni me Institutin e Sigurimeve? Duhet të konsultoni edhe me një avokat, se çfarë ju thot avokati në rastin konkret. Edhe njëherë. Po, qeveria ka bërë vendim. Ka dhënë vendimi që personat që kanë dalë para 90 do ju njihen vitet e punës që kanë punuar. Po. Tash i ka thonë jo do t'i marrë nashi që ke filluar që doli vendimi. Pa ato që kanë humbur. A e thot kush është
në pritë procesi gjyqësor dhe merr ditë. A jeni konsultuar me ndonjë avokat, lutem? Por avokatin e kam, unë vada të sigurimit. Unë i ka bërë letra thaj, po këta i tretin këtë sigurimin vetë. Vejnë nase këto. Nuk e marrë me shumë që betë. E po tashme, është në dorën e të mund të ndrysha ndeti bëjnë në një veprim tjetër ne. Po, ja, kur të kthehet kolegu Kloti Garaj, sepse ai ka i kontaktet, ne do interesojmë dhe mund të telefononi diku nga Intja ose e premtja. Kur? Te Intën ose të premten mund të telefononi që të sqaroheni më shumë. Mirë, faleminderit. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbar. Mirë presim një tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Nuk e di nëse kemi apo jo. Përshëndetje. Një telefonat të radhës, ju përshëndes. Mund të kontaktojmë? Po, jemi duke kontaktuar aktualisht. Jemi duke folur, jemi live, po. Flas nga Kavaja, me fjalë. Po. Edhe kemi bërë aplikimin në 2024 në tetor, kështu ka qenë, bashkë online, për banesë të vjetra që kanë qenë para të 85-s, shkon në punë. Edhe kemi bërë pagesën, na erdhi ajo për pagesën në bankë të posta që bërë ajo për aplikimin, dole në rregull gjitha, të thot 21 ditë nga ajo data që kemi dorëzuar lekët, ose që kena bo, nuk na kanë kthyer së lloj përgjigje, presit marrim dokumentin e shtëpisë, nuk e di. Pra nuk keni marrë një përgjigje për... Asnjë lloj përgjigjes na bjen. Vetëm këtë kemi kërkesën që na kanë dërguar data aplikimit në 12/7 dhe kena bë pagesën nga 145.000 lekë tek banka, tek posta që bën ato atje. Edhe pres ndashit, më po të bëmush vitin dhe akoma dhe që kena edhe vitet përpara që i patën futur, po tash na bë marr vjet që kjo i kena bërë aplikimin vetë, dhe herë thamë që të gjë bëjnë shpjeta vjetë, dhe gjë bëjnë vetë bashkitë komunët në qëllë. Shtu bo. Ta që këna helu që, nuk kemi ku dojtomi, në rreth, në Kavaj, që kemi qenë rreth në Kavaj, nuk ka asë zyre kështu nga këto për të përgjigjë për këto certifikatet e pronësisë të gjellë. Atje thonë, është shtetë të thim, ashtu ka bërë atje nuk kryen njëri, zishat bërë, na duon. Jemi dhe i moshë, zishat i lejmë kalamajvet. Pra keni kontaktuar me autoritetin që merret me aplikimin? Po, këna folim atë, nuk ka kthyer si lloj përgjigje. S'keni, s'ju kanë kthyer asnjë. Pra nuk ju kanë. Po, me noter. Okej, nuk ju. Para një muaj e kam dërguar këtij gazetari që është tek Euronewsi, i mori, ja dërgova me fotokopit e aplikimit, po sa kthyer si lloj përgjigje. Ja pa të dërguar atij Klodit. Klodit. Po, jemi Rifat Berisha dhe Sali Berisha. Edhe Klodi çfarë ju tha? Do interesohemi, tha dhe dy kem përgjigje. Okej, besoj nuk e ka neglizhuar, por për arsye se ai ka marrë disa ditë pushime që nga e mërkurë e javës që kaloi. Nuk e kam nga jo, thash po ju kuptoj, po ju sqaroj që do të thotë, nëse Klodi e ka marrë ankesën tuaj, do interesohet dhe në ditën në vijim do ju kthej patjetër një përgjigje. Faleminderit. Faleminderit edhe ju uroj një ditë të mbar. Shëndet. Mirë presim. Tani mi po jam edhe i valid, nuk e di çfarë rrugë të ndjek. Duhen ato të mbledh vitet aty. Ju përshëndes, zotri. Tani jemi live. Alo? Dua të pyes. Po? Se jam i valid tash. Po? Jam i valid edhe mbush moshën 65 vjeç, në 10 mars, kam hyrë për 65, që në 10 mars. Një po tani nuk e di këto, si do vazhdoj, do baj i validin do mbledh vitet e punës sa. Atëherë, kjo është në zgjedhjen tënde, të takon ty të zgjedhësh, nëse do mbash pensionin e invaliditetit, apo do mbash pensionin që del në pension, pra pensionin e pleqërisë. Pra kush të leverdis ty? Tani vitet e punës, për shembull, që të invaliditetit. Do t'i mbledh ato që t'i çojë aty shtet. Po, do bëni një mbledhje dhe do bëni një kërkesë në Institutin e Sigurimeve
që keni mbushur moshën e daljes në pension dhe më pas do të bëhet edhe mbledhja e viteve të punës. Kur të dalet dhe kur të bëhet kalkulimi nga Instituti i Sigurimeve se sa të del pensioni i pleqërisë, ti pastaj shikon se të leverdis të mbash pensionin e invaliditetit apo do që të mbash pensionin e pleqërisë. Këtu e kam belanu se më thot ai mund dalë më shumë ai pensioni, thot ai do mbaj validitetin ai qysh. Jo, ju takon ju zotëri që të zgjidhni. Nuk e vendosin. Vite kam që na 76 deri tani. Po, e kuptoj dhe ju takon ju të zgjidhni mes pensioneve, se kë doni të mbani. Edhe ata? Po. Këta do të pyesin, do ta bëjnë një kështu këtë. Po, do ju pyesin, patjetër. Kur të plotësohen të gjitha dokumentet, pra që ju të bëni kërkesën e daljes në pension, pasi të shqyrtohet nga Instituti i Sigurimeve, pasi të bëhet edhe për llogaritja e viteve dhe se sa pension të del, atëherë do ju pyesin nëse doni të mbani pensionin e invaliditetit apo doni të mbani pensionin e pleqërisë. Dhe ju vendosni se kë doni të mbani. Edhe një tjetër ka mund se tani ne i bëjmë letrat një në vit, se unë jam kështu i valid zemre. Po. Edhe tani në një korrik bëj letrat. Po. Tani duhet të pyesin ata? Pasi shqyrtohet dokumentacioni i dorëzuar nga ju. Do ju sqarojnë ata, nëse shkoni në Institutin e Sigurimeve, do ju sqarojnë. Kështu si edhe unë po ja u them. Pa merak, sepse ju takon ju të zgjidhni. Pra do zgjidhni ju, nëse ju del më shumë pensioni i pleqërisë, më shumë se sa pensioni i invaliditetit, atëherë mund të zgjidhni pensionin e pleqërisë. Po. E kuptoni? Rolf, shumë faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zonjë, po. Jam një banuese në Vlorë, banoj në Vlorë. Po. Tani kemi 15 ditë pa ujë, jam afër Transballkanikës, te karburanti i Fjortes. Po. Kemi 15 ditë, jemi në pallate, nuk na vjen asnjë pikë ujë. A keni bërë ankesën, a keni shkuar tek zyra më e afërt e ujësjesit? Ju kemi shkruar të ujësjesit? Po. Edhe nuk na zgjidhur asnjë problem, nuk po merret asnjë mas. Që të rish në këtë kohën e turizmit, vinë fëmijët, ne më falë për shprehje, u qelbën për të larë, është turpi i botës në 2025 nuk kemi ujë. A mundet na i zgjidhni ju si gazetar? Do interesohemi sepse jeni telefonata e dytë për ditën e sotme pa llogaritur javën e kaluar që ankoheni në fakt për mungesë ujë. Po, jemi afër karburanti Fjortes, në hyrje të Çoles, afër Transballkanikës. E kuptoj. Janë 3-4 pallate, unë them për veten time, jam 4-5, unë numerova për ujë. Keni shumë të drejtë. Si ja keni bërë këto 15 ditë? Keni mbushur me bidona? Po iki në shtëpia me bidona për të pirë, po iki në shtëpia. Po ma roba do vetë t'i laj diku se nuk mundem këtu, nuk jetohet, nuk rrihet. Ikësh në shtëpia për ujë, të braktisë të shtëpinë tënde. Keni shumë të drejtë. Ju falenderit për dëgjimin. Ju falenderoj edhe unë që ngritit shqetësimin për mungesën na ndihmoni nëpërmjet në një gazetari. Do pyesim dhe shpresojmë që problemi të zgjidhet, nuk është absolutisht normale ashtu. Në Vlorë ju tash jemi. Po. Shumë falenderit, Ju uroj një ditë të mbarë, Falenderit, ju pash falenderit. Në fakt kjo nuk është as pak normale. Madje përbën shkelje të drejtës bazë për ujë, që sipas Kombeve të Bashkuara duhet të garantohet nga shteti. Domethënë mungesa e ujit në 2025, është telefonata e disat mua më bën çudi, më thënë drejtën. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po, nga telefononi. Më falni, jam një qytetar këtu në Tiranë. Po. Kam vite që procedur gjyqje për shtëpinë që ndërtua rruga dhe në për
Më qendjen e kryeqytetit pranuam që të bëhen gjithë veprimet vetëm mos më ndalon rrugëve, sepse kjo ishte ideja që thanë që do rregullohet gjithçka, ju mos u mërzisni, do merrni lehen që e takon. Pra, që ta kuptoj, ju është prishur banesa dhe është ndërtuar pallat? Jo, është bërë unaza. Shpronësimet nga unaza, po. Rruga në lënë rrugët, dërsa pallatit a jeti nuk lënë rrugët. Shpitë vjetën në Qepiq dërtuar 1978, si përfundim në thënë të bëhen një gjyq formal, ju i keni një autokton dhe merrni gjithë çka ju takon. Pranuam, u bë gjyqi, u bë rruga, na dhanë 3 vite besim për qaran gjasmën, pastaj eliminuan gjithçka, nuk më japën asgjë gjë. Jam në gjyq, në shkallën e parë e huma të gjyqit, sepse tha që ke apliku të takon, sa realisht të takon dëm material, edhe moral, X shumë, por nuk japin ndaj ty se ti nuk ke aplikuar më në 45 ditë kur marrë vendim bashkia. Realisht bashkia kishte marrë vendimin, na ka thënë nëse kena marrë fare, se kur nuk e di që është. Ju i dorëzuat të gjitha dokumentacionet e nevojshme në kërkesën tuaj, certifikat, hartë, leje ndërtimi. Certifikat nuk ishte, që kohën e harmonisë nuk ishte certifikatën atë kohë. Por në të gjithë zonën është marrë si shembull dosja ime, më të kompletuar se ky person ju ka kur të shikojmë këtë dhe ju do të personi tjerë që mungojnë, plus se sa që duhet kjo dosje. Edhe si përfundim, në shkallën e parë ishte ajo që tham, kam 8 vite në apel, në datën 21 muajit kaluar, morën vendimin apeli, prap nuk më dha të drejtë, por nuk më jep që unë të një të kaloj për gjykatë të lartë, sepse thot akoma nuk është zbardhur çështja. Mase pretendohet që të kaloja fati prapë se unë të humbas edhe në gjykatë lartë, të nuk e di. Keni bërë një ndoshta letër zyrtare autoritetit përgjegjës të ARSH-s, Bashkisë Tiranës, Ministrisë së Infrastrukturës për kërkesën e dëmshpërblimit? Patjetër që kemi bërë. Patjetër që kemi bërë, që gjithë sezoni kemi bërë. Por jam në gjyq, merrem me gjyq, më thonë. Tani jam në gjyq. Gjyqi është mbyllur që në datën 21 të muajit kaluar. Çfarë ju thot avokati në lidhje me këtë? Nuk është zbardhur çështja. Sa do zbardhë kjo këtë çështje? Sa më vesh ata kur marrin një vendim, ai shënojnë ata, i shkruajnë procedurat që marrin vendimin. Vonon pak ditë me thënë drejtën zbardhja dhe e vendimit. Po, në fare se mëse u shqetësoj, por nuk e di, sa mund zgjasë kjo, se ka bëse ka dhe kemi fare fati dhe të humbas prapë të drejtë në kërkesës time, për më lartë. Nuk e kuptova pyetjen e fundit? Mëse ka dhe fare, një fat në fjallë që përfundoj gjyqi dhe do të kemë kaq x ditë kohë që të aplikojmë për gjykat lartë, apo jo, sepse mëse humbas edhe tje prapë për çështjen e kohës. Atëherë jo, duhet të prisni, me sa di unë duhet prisni një herë zbardhjen e vendimit, por gjithsesi avokati ju orienton më mirë në lidhje me procedurat se si ndiqen. Procedura kjo është zbardhje vendimit dhe një fajm thotë, por akoma nuk është zbardhur. Nuk e di, ka thotë kjo zbardhje vendimit apo jo? Është në varësi, nuk është se në varësi të çështjeve të ndryshme, nuk është se një çështje e caktuar mund të zbardhet për pak ditë, një çështje tjetër mund të zbardhet edhe për disa ditë. Por më thonë këtë që ka zgjatur edhe një vit çështja e zbardhjes vendimit, por se kuptoj për çfarë a mor vendimi, çfarë zbardhje kërkojnë më ka? Është procedura, zotëri. Procedura të jemi në Shqipëri. Po. Shem shpinë dhe bëjmë rrugën, njëzë letrike, në thënë që është i keq X e Y shtetet tjera, më keq se Shqipëria s'ka si shtet. Shumë faleminderit. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë. Kalojmë tek një tjetër, kemi kohë edhe për një telefonat. Po, mirëmëngjesi. Alo? Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Mirë mëngjes, zonja gazetare, përshëndes këtu në qytetin tonë të bukur të Vlorës. Vlora gjithmonë është e pranishme në emisionin Ora Juaj. E bukur, dimër Vlorë, bukur, si njërës dhe qytetin. Ju falenderoj shumë që telefononi. Që kam atuar një se vogël të dhe më përqeni shumë. Ju falenderoj shumë. Kam adu se vogël nga lushnja. Edhe njëherë? Kam adu shumë se vogël nga lushnja, së në vjeqe dhe më përqeni në njatës. Pa tjetër, nëse ke ndërtuar jetën aty, do të pëlqejmë pa tjetër. Kështu që... Unë ju mora ditën e premte, Domenica ditën e premte, nga zëri mund të 20.000 dhe pa mundur të kapesh e linja. Ka shumë telefonata. Po, doja që qëtë se isha atje se bëra ditë në mirë, që si nga bëj një vjetë. Edhe 100. Të përshëndesa të gjithë. Të falenderoj shumë edhe të rritet e lumtur dhe shëndetshme. Ta, Finora Newsit, Lodin, të na vi mirë. Të na vi mirë pa tjetër, mirë do vi. Bukur, të përditë shumë që unë. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë. Edhe për punë e ujit gazetare, në sot na erdhi këtu në Lek Sallata të ish fabrikorit, shqyru gëzua me 6-7 dhe tani unë kam rrobat e baba do në 20 minuta më, se mos zot na sësikën. Ju falenderoj. Ju uroj një ditë të mbar. Jeni mirë o zot. Faleminderit. Jeni shumë e mirë. Ditë të mbar ju uroj. Ditë të mbar dhe javë të mbar. Mirë, kalojmë tek një tjetër telefonat, telefonues ose telefonuese, ndoshta e fundit për këtë pjesë të dytë. Mirë mëngjes. Jam një telefonuese nga Vlora. Po, Vlora, përshëndetje Vlora prap. Dhe besoj se do zgjidhet. Ju keni ujë? Jo, nuk keni asgjë. Ditën edhe ne kemi ujë, po shpresoj sot të vi. Ne jemi këtu në Lagjën Partizani. Po. Shpresoj që të vi se kishin nxjerrë dhe njoftim. Shpresojmë. Çfarë problemi kishte patur si përfundimi, shpresojmë që të zgjidhet edhe për... Janë këto linjat e reja të vjetra, çapo i bëjmë bashkë mix, nuk e di, dhe problemi ngellet problem. Po një pyetje, nuk ju njoftojmë paraprakisht që të merrni maskë? Këtë rast po na kishin njoftuar mos të bini. Okej, në rregull. Këtë rast ishim në rregull. Ai ti falim të erë. Unë ju telefonova prap. Kam telefonuar dhe njërë tjetër kur ka qenë Klodi. Po? Ju pa tani është me leje dhe të ja kaloj mirë. Vjen të mërkurën. Po, kemi aplikuar për pension. Unë kam gati një vit që në korikun që kaloj dhe burin në janar. Po, pa dal ky ligji, pa u miratuar, pa u zbatuar, nuk e di, kishim bërë ankimime që ishin këto dhe na thanë që do përfitoni. Tani ne nuk e dim ku ka ngelur. Zbatohet ky ligj, kur do zbatohet, si do zbatohet, asnjë përgjigje. E kuptoj. Do interesohemi se si funksionon në rastin tuaj. Ju nuk keni marrë asnjë pension, edhe pse keni një vit që keni aplikuar. Jo, unë aplikova në Kori. Po. Kishim disa mangësira që na ishin djegur dokumentat. E më pas i plotësuat? Dokumentat, po, doli ky ligj se s'kishim si t'i plotësojmë, në librezun i kam. Edhe më thanë që do prisni, bëra ankimimin këtu në Vlorë, bëra ankimimin për në Tiranë, siç na thanë sipas rregullave juristi sigurimeve shoqërore. Njëkohësisht aplikuam dhe për punin që doli në janar, shkova u interesova se e kishim pezuar dhe unë se kuptova, domethënë pezuar për se. E shkova pyeta vetë, më thanë që e përfitoni nga ky ligj i ri, domethënë që do njihen ato vitet që ne nuk na... Po pra, bëhet një rillogaritje e pensionit, kështu që nëse ju kanë thënë do përfitoni. Thjesht procedurimi të prisni, sepse në fund fare, kur të bëhet rillogaritja dhe kur të dalë pensioni, ju do i merrni të gjitha bashkë. Normal, po ne kam vajtur në tek kjo i Albania, jam interesuar në këto... si përgjigje asnjë që tash ne do presim, se ato lek do t'i marrin, po mua ditë thjesht që kemi një vit, do i marrim. Po do i merrni. Do i merrni patjetër, nëse ju kanë thënë që përfitoni nga ligji i ri, atëherë i bie që... Po tash shumë thonë, shumë dëgjojmë në këto kanalet e YouTube-it, jo dalin analista, jo dalin jurista, jo dalin... Ne kanë bërë çik mendjen lënë. Për analista për çështje pensioni mos dëgjoni vetëm ekspertët për çështje pensioni. Ju falenderoj shumë për telefonatën tuaj. Mirë, ne shkojmë në këto momente në hapësirën publicitare.
ora juaj dhe është ora juaj që të telefononi në këtë pjesë të tretë të emisionit në 2 numrat e telefonit të shfaqur në ekran. Mirëmëngjes, telefonata e radhës. Ja, presim pak. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, edhe urinë për emision. Faleminderit. Kam bërë një kërkesë para ca kohësh këtu ke ju, kam thënë me Klodin. Me Klodin. Me Klodin, po. Me Klodin. Kam një tezën në Murës, në fjallë e ka ato që është shem pallati, që bërë pallati i ri. Po. Edhe ka i vikë që nuk po ja japin hyrën. Çfarë i kanë thënë? Se s'keni ardhur me apliku kur bëhen të kërkesat. Tezë është 85 vjeç. A ka aplikuar ndonjë afërm i saj? Kanë apliku, por derisa ka marrë atë programin atë që janë. Edhe ato në bazë të saj e kanë dhënë. Edhe shtëpia është e lirë, nuk është se e kanë dhënë shtëpinë, po nuk e japin tonë në një urë të dytë. Edhe shkresin që ku ka çoni tezë, shkresin ja kam çuar. A ju telefonuat edhe javën që kaloi? Po. Do ta konsultoj me Klodin se deri ku ka arritur Klodi me kontaktet e tij dhe më pas t'ju kthen Klodi një përgjigje. Se ju mbaj mend që telefonuat edhe javën që kaluaj. Po. Kam edhe një kërkesë që Klodi që e kam bërë para të do gati një vit me një shpansim që e kam në emër tim edhe kam qyrë 2018, 2019 që ka dalë i emri kështu për shpansim, ka marrë i në 2018 ka marrë 7 milion lekë vjetra, ka dalë emri në gazetë, por nuk po i marrim lekët. Çfarë ju thonë? Shefën s'ka dalë emri thonë. Ka dalë në gazetën, por ka... Pa e ke paraqitur që emri ka dalë? Po, ja kam thonë, i ke bërë kërkesë në Gjelbeni, e kam bërë kërkesë në Gjelbeni, i kam plotësuar dokumentat. Do të njoftojmë, pas nga njoftojmë, por i kam lërmuar dhe Klodit, më fol me Klodin para tek muja i vitit dhe nëmës. S'kam qëlluar. Akoma? Akoma. Tu të ketë Klodin telefonat të emrin adresën të. Po, e kuptoj. Ja, do e konsultoj edhe me Klodin, por edhe me institucionet përkatëse se si veprohet në rastin konkret. Ju falenderoj për telefonatën. Falenderoj. Ju uroj një ditë të mbar. Mirë, mi presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjesi. Nadia mirë. Mirëmëngjes. Mirë se gjitha. Mirë se keni ardhur në ora juaj. Orat merë, orat qënë. Orat falë. Qëtë. Po ne nuk përnamon qeveria. Gjerdhisht e fita. Nuk banë kështu, jo do të punë e jetë e shmet. Këtë thuaj. Punë e jetë e shmet. A besën të mollin zëtë, se do të besosh. Do të besosh të mollin zëtë. Atë noti ka ndash me thyjt depët ushtarake, mu më kanë thirë të pojnë me shku me e thyjë, s'kam shku. Mas e kam po ushtrin, pasha zoten, mas i javët e kam po të veshën policët e që organizojt me thyjt depët ushtarake. A i mërë 500 euro pension në smorim as një. Si ka mundësi më kështu. Po përgjigjëm para zotit mërë, para orë që mërë shpirtin mërë, para gjithë kuj. Pasha të mollin zëtë. Mytet dikush, dhe me kësa pa mytet ndëri, në kusin në burg, po arë në biciklet rrugë smolle. Në të ko, a i mërë 500 euro në pension, a i mërë 1000 euro pension, me mytë podlin, kjo e rëzik mërë. Pasha zotën këmë hinë burg. Tjetë i thënë e banë, e hinë lushin në burg e të shkatot tjera kush. Zjo nuk banë shtu mërë. Se mërë, se hinë kush me e gjenë. Tash pa da që i video më sandaj, se usdi me që video, pa filmu i kam dhe paktisim kanë to, e janë pa dropo salo. Ashtu, a? Pa për zotën. Edhe i kam pa dropo salo, pasha zotën. Edhe i kam pa dropo, që ta dolin e rajni këna dropos. Jo, pa dropos i kam në kanal. Se kam frikë se hinë burg, se konë ma trikë dhe nesër thoi një kishit, ja fillon dikuj, ja kishit dikuj, ki helmu dikëm. Pasha zotën po. Pasha të mollin zëtë i kam në kanal. I të kanal shpi, se jo në kanal të malë shpënu, jo. Se du me rujtë, se o të mysin baktia mu, o të bilë shtetit drejtësi.
Shkar 2 rrugë jo në do. Në bëgë nuk hi këtë për Mari. Për Maria, 2-3 herë, më ka qitë në bërhoj, ata spirujt Cerivilat, që për i hëm Cerivilat dhe më kanë qitë me në bërhoj, në burgë sot jam gjallë prepësët. Se ka ditë njën ti me të gjallë. E kuptoj zotëri dhe ju falenderoj edhe për atë që ju treguat dhe le të shpresojmë që institucioni të marrë masat e duhura dhe të bëj kontrollin në zonën ku ju jeni dhe të bëj procedurat e duhura të groposjes. Unë ju falenderoj dhe ju uroj një ditë të mbarë. Mirë, mi presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, nga telefononi? Po, nga Fieri. Po, mirëmëngjes, Fieri. Mirëmëngjes. Kam madrën unë del pension në gushtë. Po. Dhe da tje 63 e tetorit. Edhe ka 14 vjetë dhe gjysën punë. Po. Pa si duhet të paguaj që të bujë 15 vjetë? Po, është 15 vite janë për të marrë një pension. Sepse nëse ke më pak se 15 vite nuk e përfitonin dot. Mirë, po kur paguan lekët? Po duhet i paguani ose nëse keni vite të humbura, nuk e di. Nuk ka jo. Nuk ka. Jo, ka fjallën kur paguan lekët. Në gusht apo në para? Jo, për para. Mund t'i paguani që tani. Se më thajë sigurisht shoqërore nuk ka problem, thajë edhe mund t'i paguani edhe në gusht. Okej, nëse është si rregull që mund t'i paguani edhe në gusht kur dorëzoni dokumentet në Institutin e Sigurimeve, është okej. E rëndësishme është që duhet i plotsoni, që të merrni një pension. Faleminderit. Ju uroj një ditë të mbarë. Mirë, mi presim telefonatën e radhës. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, nga telefononi. Unë flas nga Elbasani. Jo. Mirëmëngjes. Nuk kam ndonjë problem fare, po. Jo ky paraforcë e tjerë. Unë shpresoj që asnjëherë të mos kesh asnjë problem. Po. Dhe të marrësh gjithmonë për shef në telefon. Për shef, po mase unë ndjek vazhdimisht të programin. Ju falenderoj shumë. Ai paraforci, jo ky që kishte probleme, ai tjetri që flet kot në kot. Po. Ai është në çdo ditë del në televizor, del në këtë program. Edhe Klodi, absolutisht asnjëherë nuk e dëgjon. Sa i dëgjon zonin jam lut. Se ai është ka kaluar njëri të mërzisë. Ju keni të drejtë, por që unë duhet i njoh zërat. Nuk e njeh, po 2-3 herë të diu rresht, dje për dje, po njëjti person dalë. E kuptova që ishte po njëjti person edhe ndaj reagova. Ju falenderoj. Klodi sa ja dëgjon zanin, Klodi. Alo thot nuk ka kërkesa thot. Tjetri kush e ka rrafë. Mirë. Por nuk e njihni, nuk e keni kuptuar dhe këtë që e dëgjoni. Ju falenderoj shumë. Janë sa njerëz që janë të smur për të dalë në për i marrin televizionet me radhë, një nga një. Vetëm për të folë, pavarësisht se nuk thojnë asgjë ose më tepër injektojnë stres, se problemet që kanë faktikisht njerëzit. Dhe mi marrin dhe kohën. E kuptoj. Po, kjo është e vërtetë që marrin kohën e telefonuesit që... Jo, ju falenderoj. Dhe faleminderit që më sollën në vëmendje për herës tjetër se jam dhe nesër. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë. Mirë, presim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Pse më pushim? Ja, që si jemi pushim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjesi. Jam Qetar nga Durrësi. Po. Po, kam dorëzuar 10 lekra për legalizim, akoma s'kam marrë përgjigje. Kur e keni dorëzuar? E kam dorëzuar 10 në gusht. Çfarë do legalizoni, banesë? Banesë. Po. Private. Nuk ju kanë kthyer asnjë përgjigje? Asnjë përgjigje. I kam dërguar me post. Po. Më kanë dërgosh me post edhe vjen njoftimi. Po. Edhe? Absolutisht fare, asnjë? Asnjë. E kuptoj. Shpresojmë që të merrni një përgjigje dhe gjithsesi do shohim edhe ne nëse është një procedurë e rregullt. Kthimi i përgjigjes me kaq vonesë apo duhet kishin kthyer tashmë, qoftë një përgjigje pozitive apo edhe negative. Jo, më intereson përpara unë, po më thanë
Nuk punojnë dhe në muajnë qesor. Si nuk punoj? Nuk punojnë dhe në qesor. Më thanë, në bas qesor të fillojnë punojnë. Kadastra. Okej. Jo, nuk e dija këta. Gjithsesi do interesohem edhe ju kthejmë një përgjigje. Faleminderit. Ditë mbarë. Ju uroj edhe unë një ditë mbarë. Mirë, presim një tjetër telefonat. Në 2 numrat e telefonit mund të telefononi gjithmonë në 68 60 54 639 dhe 68 99 00008. Mirëmëngjesi. Alo? Ose nuk na dëgjon, ose mirëmëngjes, nuk po kupton. Po, mirëmëngjes. Mirë. Juve? Mirë. Ja, këndoj edhe këndezi andej. Nga këndezi. Nga telefononi? Nga Korça. Nga Korça. Mirëmëngjes Korça. Mirëmëngjes. Po, më thoni. Kemi legalizimin në 2017. Keni bërë? Në ti marrë përgjigje. Që në 2017? Po. Po çfarë ju kanë thënë? Do të dërgoj me poshtë. Si? Do të dërgoj me poshtë kartë. Edhe nuk ja u kanë dërguar? Se kanë dërguar. Nuk e di si veprohet në këtë rast, sepse janë disa vite nga 2017, por që do interesohemi se si qëndron e vërteta e legalizimeve dhe të gjitha aplikimeve që janë bërë në 2017 dhe që ende nuk kanë marrë një përgjigje. Ju falenderoj. Mezi e dëgjoja zotrin me thënë të drejta, por që besoj që e dëgjova mirë. Mirëmëngjesi. Mëngjes. Po. Jemi banor nga Durrësi. Po. Në lagje 13. Po. Kam problem. Nuk ka bërë bëshki asë një lloj kanalizimi, i kemi banjët në përborët shtëpis, më qa bërë shumë, kemi shumë probleme. A keni bërë kërkes? A kemi bërë kërkes, ose dul me di që qfarë. Nuk ka një plan për kanalizime të ujrave të zeza? Nuk ka një plan, nuk ju kanë thënë që ka një plan në afat shkurtër ose afat mesëm për... Kjo është një gjën fare. Këtë kemi problem shumë të masë. I kemi gjithë banët. A jeni bërë disa banorë që të ankoheni për problemin? Po janë ankohë që ka 10 vjetë nuk do i bëjmë asë një gjën fare. Nuk janë problemi më i masë, nuk kam punë. A që kanali masë u shqipër pastaj që të merë i masë është të merë. Beduinët hedhin ta, gjashën nuk e di. Lagja 13, rruga Mikpritja, i thonë këtu ke jemi ne. Po, lagja 13. Ose keni mosi... Do interesojme, por që... Nuk di se sa do ju ndihmojmë nëse nuk ka një plan për shtrirjen e kanalizimeve për ujëret e zeza. Jemi shumë keq, po jemi shumë keq, ka ngel me lëng shtëpiat fare. Ju falenderoj për telefonatën. Faleminderit për ju. Hallet e qytetarëve shqiptarë, ndikush mungesë ujë,
munges kanalizimeve për ujërat e zeza, ashtu sikur se ishte edhe lajmi i turistit. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, më thoni, nga telefononi? Ju kam marrë nga Durrësi. Po, Durrësi. Telefonata e dytë nga Durrësi. Ju kam marrë edhe partje. Po. Edhe ju nuk ma keni dhënë numër të shes shqiptare. Qysh se ka hy ajo, ka i thonë asoj gazetore stuj, ajo nuk ka asi kanal të televizionit shqiptare. Po, ju kujtova tani. Edhe sot nuk ka? Edhe sot nuk ka? Asi gjonë vesh. Jo, s'ka ish asi gjonë. Këtë kanalet uja, këtë televizionit shqiptare janë blokume edhe këtë digitalbi. E kuptoj. E kuptoj dhe ju falenderoj që telefonuat sërish për të na i rikujtuar. Po, thuj më shej numër telefonit ati televizionit shqiptar, se s'kam ku marrë. Patjetër, do interesojme. Faleminderit. Po, interesoh, si do vramenë për shetë punë, për shetë jo për atë. Se dëgjova çfarë më tha në fund. Okej. Jam. Mirëmëngjes. Alo. Po, zonjë, mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjesi, zonjë. Mirëmëngjesi nga Fieri. Mirëmëngjesi, Fieri, për herë të dytë. Kam një 2 probleme. Më thoni. Kam aplikuar për certifikatën që në janar. Po? Edhe nuk e kam marrë. Po, a ju ka paguar? Kurdo? Certifikatën e pronësisë. Për pronësisë, rinovim certifikatet të shtëpisë edhe nuk e kam marrë. Mora një Klodi në telefon, unë edhe do shikoj me tha Klodi, se pagum notere neve, sa noterja pasaj i kësini me punë me mua, tha. Certifikata do mik të marrë, sa kini mik, jo, tha, e shumë s'ka mik të marrë, shumë. Edhe që ka marrë, diri sot nuk e ka marrë certifikatën. Po, Klodi, qëfar ju tha? Klodi, sa do shikoj ne, tha Klodi. Po, është me pushime, me thënë drejtën, kështu që të presim deri nga e mërkura. Po mirë, kam edhe një problem tjetër, unë. Para pallatit këtu është qatë tubacioni, po për para votimeve. Po, tubacioni i? E ujit. Po. Edhe vajtëm aty të ujësilësin, erdhën urgjent ata, ditën e parë vajtëm në ditën e dytë erdhën. Po. E shkatruan më shumë në qishte, e rriste pak ajo tash i po rrjef më shumë. Punoj, skrepi aty një gjysmore, e hapi aty, e mbulon prap ata dhe hapën më shumë se qishte. Para pallatit tash është bërë pelgje. Nuk dalin do të fëmija të ke hyrje pallatit, edhe kemi vajtur, po sa herë kemi vajtur tash, sa herë, kemi bërë ankesa, nuk e çajnë kokën fare. Ne jemi 2 pensionista, ne i pagojmë në rregull ato lekët e dritave të ujit, edhe shërbimi nuk ka bëhet. Po të rrim një muaj në pa paguar lekët, ata vinë ta presin ujin, nuk kanë shumë probleme shu ata. Vetëm kur keni ju problem nuk ju përgjigjen. Tashi shërbimin ata nuk e bëjnë, ç'a do bëjmë, ku do vemi tashi? Po aty ku shkuat për para zgjedhjeve, aty do shkoni prapë. Ta ankoheni në mënyrë që të rregullohet problemi i çarjes së tubacionit të ujit. Kemi vajtur 4 herë, jo 1 herë, po 4 herë kemi bërë ankesa, 4 herë. Ne kuptoj. Edhe as kanë marrë asnjë lloj mase. Jo, fare. Asnjë lloj. Këtu para pallatit nuk dalin dot fëmija, është bërë ujë shill, kështu ikën ujit, është bërë, nuk i nxirrim dot. Fëmijët të dalin te hyrje pallatit. Është shumë problem, mushkonja dynjaja. Se ta krijuar një jeshillek i qelbur aty, nuk kemi ç'a të bëjmë. Ç'a zonë ishit juve në Fier? Ne jemi, unë jam kështu 8 shkurti dhe pallati 3. Mund të bëni ndonjë kështu, se kur vjen kryetarët atje mos e... Po do interesohemi, por ata janë aty në momentin që ju keni shkuar, keni bërë një kërkesë për shqetësimin që keni dhe s'kan reaguar. Le shpresojmë që të reagojnë. 4 kërkesa, po e kuptoj. Po, 4 kemi bërë. Le të shpresojmë që të reagojnë dhe të na kenë dëgjuar dhe edhe kur ti telefonojnë të reagojnë. Jo, kështu me këtë dëgjimin kështu këtu tashi, jo. Jo, s'ka shanse, a? Nuk ka shanse. Ajo punojse ati që bëmë ankesat dhe një të drejtori, sa po ku ka pe drejtori moj, ati qa drejtori. Faleminderit zonjë, faleminderit që telefonuat dhe që ngritët shqetësimin tuaj. Për rastin e parë duhet të presim pak edhe
kolegun Klodi Karaj në mënyrë që meqense ja keni paraqitur atij edhe ankesën. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbar. Të tjetën të bëjmë ndonjë gjë, se vetëm nga gazetarët të lëvizin çik ata. Shpresojmë. Të falenderoj shumë. Mirupafshim, faleminderit. Ju uroj një ditë të mbar. Po? Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Po? A nuk është shkëputur telefonata? Okej, mirë presim një tjetër telefonat. Në 2 numrat e telefonit, mund të telefononi gjithmonë këtu në ora juaj në Ora News. 68 60 54 639 dhe 68 99 00008. Mos harroni, keni edhe Instagramin privat të kolegut Klodi Karaj. Për të mësuar, jo e ka Klodi, për të mësuar jo e fika. Se kisha harruar me thënë drejtën ta fike, kështu që faleminderit për rikujtesën që më bëre. Mirëmëngjesi, nëse kemi një telefonat dhe nëse kemi ende kohë për ta mirëpritur telefonatën e radhës në pjesën në minutat e fundit të pjesës së tretë. Mirë, ende nuk kemi një telefonat. Mirë, gjysma e muajit ka ikur, 16 qershori, me temperatura të larta, ndryshe nga maji, në fakt që ishte i freskët. Mirë, nuk e di nëse kemi një telefonat apo jo. Po, Fation? Në pritje të telefonatës tuaj, ose shkojmë në hapësirë publicitare. Kemi ko? I bëra një thirrje, i bëra. Alo, mirë, përshëndetje. Mirëmëngjes, po. Jam një banues i Qarkut Durrësit. Po. Edhe jam me smujë kronike me mëlsin, pa 3 muaj se nuk po dalin ilaçet me rrugënsim. Mbas me rrugënsim apo pa rrugënsim nuk ka parë për mëlsin. Si mund të interesona ose çfarë mund? Çfarë ilaçi ju mungon juve? Ai për mëlsin. Si a keni emrin? Tato që 60 vjet. Jam me virus mëlsi. Jam grupi B. Do pyesim, nuk e di, do pyesim institutin e Barnave, se çfarë ilaçesh ka për... Ja mbar, shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju uroj të gëzoni shëndet. Ju uroj një ditë të mbar. Si? Po. 68, 60, 54, 639 dhe 68, 99, 00008. Por nëse ju nuk doni në fakt që problemi juaj të dëgjohet në valët e Radio Orës dhe në ekranin e Ora News, mund të shkruani kolegut Klodi Karaj në Instagram, Klodi Karaj. Ikim në reklama. Pa. Mirë, jemi rikthyer në emisionin Ora Juaj, ku do ta shënojmë 16 qershor, sot është e hënë dhe nis një java e tretë e muajit qershor. Shpresojmë që e gjithë java përposhtë gjithë muajit të jetë i mbar për të gjithë qytetarët shqiptar. Mirëmëngjes, telefonata e radhës. U shkëput sa e zgjata unë. Iku, nuk priti.
Ation, mund më njoftosh pak më herët që kemi një telefonat duke pritur. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Po. Me Ora Newsin që? Po, me Ora Newsin jeni duke folur dhe jeni live. Po, mund të shtetësu për diçka. Po, më thoni. Jashtë nga Burreli. Nga Burreli, po. Ka që në 2023 në tërmetin që ka rënë në Zibër, është dëmtu shtëpia jam kat të tretë në qytet, brenda. Më shem o gjaku i përbashkët, o gjaku i pallatit. Nga jo më ka hyrë gjithë qa bje jashtë, bje brenda. Kam një video edhe ca biseda që kam bën bashki. Kam bën që në atë kohë, i kam lajmëru në orën 2 të natës, që në 2023-shin. Urdhro? Që në 2023-shin. Po, tërmeti që ranë Zibër në 2023-shin, po. Erdhin ndonjë nga vlerësuesit për të parë dëmin që është shkaktuar në banesë, po? Kam letrat. Bëri foto e gjitha? Po. Po? Kam letrat, kam dhe një video të shtëpisë që është qa kara brënda kara jashtë, më kanë thonë që është e dëmtume, do bim të rregullojmë sot, do bim të rregullojmë nesër, sot e nesër ka 3 vjetë kjo punë. Kanë ardhë vetëm thjesht më kanë mbyllë gjakun e përbashkët të katit 3, dhoma e gjumit, edhe banja është komplet e dëmtuar. Po vlerësimin kur e bën? Si e bën? Vlerësimin kur e bën në 2023-shin, e bën vetëm për pjesën e gjakut apo edhe për tualetin? Edhe dhomën e gjumit? Ka plasarikje muri brenda, edhe është dëmtuar o gjaku i përbashkët, o gjaku i pallatit katit 3. Po, e kuptoj, po. Po. Dhe ndërkohë kanë rregulluar tashmë vetëm pjesën e përbashkët, pra pjesën e o gjakut. Tani vetëm kanë mbyllë o gjakun, shtëpia ime, po deshet, se nuk t'ja kam haberin, po gjithë se si do t'a gjejë, se si mund t'a regjistroj në WhatsApp, që t'ju dërgoj 2 video në shtëpisë dhe të banjës, po. Edhe videon që më kanë thonë në bashki që ke hypë në orën 2 natës se ke shemë gjakun ti, se nuk ka ratër me të mburel. I kam letrat me prova, me nën kryetarin e bashkis, me 3 punojës bashkis, kam edhe një foto të gjakut që ka qenë o gjaku i shtrëmun, i kam të gjitha me prova me fakte, edhe tani kam që burin atje, i kanë thonë, e kemi parasysh, po nes kemi asë një fond, të shti unë nuk e di, vjetë dimri, e njëjta gjonë, vje vera e njëjta gjonë, nuk di se si cilëm. Nuk di ku cilëm, nuk përgje rrugë zgjidhje. Ju lutem më ndihmoni. Ne kuptoj. Në momentin që i keni bërë të gjitha kërkesat dhe nuk ju kanë dhënë një zgjidhje, nuk e di sa do ju ndihmojmë neve, por gjithsesi më lini një emër mbi emër. Julieta Leshi. Petrit është shkruaj familjarit. Petrit Leshi. Rruga ku vendi Dukagjinit, kati 3 e din ato të bashkis gjitha, se unë shkoj për ditë atje, po ma pishlekush. Më thonë po, nuk më thonë jo, po, unë se kur do bojt poja, nuk e di. Kalun 3 dimra, kalun 3 vera, është e njëjta gjonë. O shpia mjukë fare. E, kuptoj. është për të shem banjo edhe koridori. Më kanë që një punëtor, ma kanë dërgu para një jave, ai punëtori ishte thjesht punëtor, si puna ime. Sa ka martë për ta krujt, sa se më kanë ardhë me e krujt, më kanë donë urdhën, sa më ardhë me e krujt e me e lyj. I thash vazhdo kruje e lyje. Vazhdo punë, si të të kënë thonë ato botik. A i kure pa jo, tha që su prek ka me dorë, thjesht punëtori. E kuptoj. Nuk preket me dorë, tha o gjaku i kësaj dëshemet, o gjaku i koridor i banjës dëshemet, edhe muri ndarës, gjysma e murit dhomës, edhe gjysma banjës. Imagjinon banjë, hygisht i vogël, se është liru flaka nga banjë. Kara uj, të shofësh videon, do të ta dërgoj unë videon tani? Okej. Ta dërgoj me këtë numër? Po, dërgojni, tek numëri, po, ju falenderoj shumë. Ju lutem mamon, më këseni një përgjigje. Ju falenderoj. Falenderit, gjithë mira. Mirë, presim një tjetër telefonat. Në 2 numërat e telefonit, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, zonjë, nga telefononi. Të dëgjoj shumë pak. Më dëgjoni tani? Si? Më dëgjoni tani? Po, tashi po. Po. Nuk e di nëse është në emision në këto orë,
desha të fisja me drejtuesin. Emisionit. Është i çik me pushime. Ka me pushime, prandaj po më dilte se jam në punë. Prandaj jam unë këtu në vend të Klodit. Po ndaj përgjigje nuk vetë janë. Si? I kam bërë një kërkesë Klodit. Po ja të mbaroj pushimet, kthehet nga e mërkura dhe besoj që do i rikujtohen të gjitha punët që ka lënë në gjysmë pa kryer. Patjetër që i ka lënë, i kam bajtë sënim. Është korrekt ai. Ju falenderoj, ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit. Kështu është kur ikën me pushime dhe si mbyll të gjitha punët e lëna mbas. Klodi Karaj. Ke punë kur të kthehesh. Mirëmëngjesi. Mirë, jemi në pjesën e 4 dhe të fundit për ditën e sotme, 16 qershor, të emisionit Ora Juaj. Mirëmëngjes. Po, mirëmëngjesi. Alo. Mirëmëngjesi, zotre, ju dëgjoj. Mirëmëngjes. Vetëm do ta ulni pak zërin e televizorit, më dëgjoni nga aparati i telefonit, sepse ndryshe nuk do arrim dot që të komunikojmë deri në fund. Po, e ula. Po. Unë desha të them këtyre që kërkojnë mandatet nga rinumërimi i votave. Politik, po pse politik? Po çfarë? Po ja, kemi, besoj, tema plot për të diskutuar. Po s'është politik, kjo është juridike. Unë duhet të jap një porosi që ata mandatet t'i kërkojnë atje ku kanë humbur, jo tek rinumërimi i votave. Po ku i kanë humbur? I kanë humbur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku bëhet masakra e listës së hapur. Sepse doktori Ali Mehmeti, apo ai Kalaja i Turqit, apo ajo profesoresha Kuçana e tjerë, votat i kanë fituar. Rinumërimi le të bëhet të dalë vërteta, por nuk ka ndikim në mandatin. Po, patjetër, kemi sqaruar në çdo informacion dhe në çdo lajm që kemi bërë, jo ne, për të gjitha mediat. Ato mandatin e kanë humbur në vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe e marrin duke goditur këtë vendim juridikisht në kolegjin zgjedhor. Ju falenderoj shumë për të kërkojnë zbatimin e formulës që ka kodi zgjedhor në bazën e vendimit të gjykatës kushtetuese, që nga lista e hapur duhen 2 dhe nga lista e mbyllur duhet 1. Ndërsa ndodhe kundërta, në listën e Durrësit, nga 6 që ka fituar PD-ja, merren 5 nga lista e mbyllur dhe 1 nga lista e hapur. Kur duhet jetë ndryshe 2 nga lista e mbyllur dhe 4 nga lista e hapur, ku përfshihet edhe Kalaja edhe profesoresha. Ju falenderoj shumë për sugjerimin. Por nuk më thatë çfarë ishit në profesion. Si? Çfarë ishit në profesion? Unë jam politolog. Ju falenderoj. I doktoruar dhe njëkohësisht edhe jurist jam. Jam i pensionuar, siç thonë miqtë tanë kosovar, por jam politolog dhe doktor i shkencave. Ju falenderoj shumë. Gjithë të mira. Po deshën ata dhe po më ndëgjuan. Shpresoj ta kenë dëgjuar, se prandaj ju pyeta për profesionin. Edhe mase po marrën telefon, jeponi numrin tim dhe le të më marrën se u sqaroj pastaj edhe më mirë atyre. Ma thoni një herë numrin. 069 Po. 21 Po.
61 401 401, po. 01. U athoni këtë numër, sidomos aty zotit Kalaja, se më duket se është blonjat dhe unë blonjat. Ju falenderoj. Kështu që ditë të mira. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë. Po të doni, unë ju vi dhe ju bëj sqarime edhe më të hollësishme edhe në ekranin tuaj. Sqarime ligjore, ju falenderoj, po patjetër. Ja numrin e mora. Respekte për programin. Faleminderit. Faleminderit, ju uroj një ditë të mbarë. Të falenderoj shumë edhe për sugjerimin. Mirëpresim një tjetër telefonat. Mirëmëngjes. Mirë. Kemi, pse kështu bën Klodi? Okej, kemi edhe 10 minuta në fakt. Ose diçka më pak se 10 minuta për ta mbyllur edhe për ditën e sotme emisionin Ora Juaj, ndaj që nxitoni të telefononi në dy numrat e telefonit në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mos harroni edhe t'i shkruani Klodi Karajt në Instagram, nëse doni t'i shkruani privatisht. Mirëpresim telefonatën e radhës derisa të bëhet gati. Interesante se si nga ora 7 deri në orën 9 në fakt dëgjon problematika të ndryshme të qytetarëve shqiptar, nga mungesa e ujit, mungesa e kanalizimeve të ujrave të zeza, grumbullim mbetjesh, plerash në kazanët të cilat nuk shkarkohen, nuk mlidhen, procedurat për legalizim banese dhe për pension, e të tjera. Mirë, kemi disa minuta pushim. Ndërkohë që në pjesën e parë ne ju informuam në fakt me të gjitha lajmet në webin Ora News për atë se çfarë ka ndodhur në 24 orët e fundit për sa i përket zhvillimeve nga vendi, por po ashtu edhe atyre ndërkombëtare dhe rajonale. Mund të telefononi, mos harroni se jemi në minutat e fundit. Dhe pastaj mos thoni që nuk arritëm dot t'ju kapnim sepse ishte linja e ngarkuar. Nuk kemi ende një telefonat? Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, si jeni? Mirë, juve? Fal, duam Klodin, ku është Klodi? Po ç'të bëjmë, se sjellim dot Klodin, është jashtë shtetit. Ku na vjen Klodi? Po ju vjen të mërkur, ju ka marrë malli, po ç'të bëjmë, ja, na takon edhe ne ndonjëherë. Duam ta zëvendësojmë Klodin. Faleminderit edhe juve. Ju uroj një prisni deri të mërkurën që të dëgjoni Klodin. Faleminderit, ju uroj ditë mbar. Ç'të bëj? I kam thënë po. Duan ta dëgjojnë me sa duket. Duan t'i dëgjojnë zërin Klodit. Klodi përqefe me pushime. Mirëmëngjes. Në Ora Juaj mund të telefononi në 068 99 00008 dhe 68 60 54 639. Kjo është një gjuhë e përdorur nga Elbasani, Korça.
ndihmën e shpejtë. Ashtu, a? Mirë, me presim një tjetër telefonat. Po. Sa duk tentoj, por që u shkëput. Kemi edhe pak minuta. Në mos gaboj edhe 2-3 minutat e fundit, pasi më pas i vjen fundi këtij emisioni ku ditën e sotme në fakt kemi marrë shqetësime të shumta. Mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Si më je? Po unë mirë. Juve si jeni? Faleminderit. Fundjavën si e kaluat? Fundjavën është shumë mirë, po ju si po e kaloni? A dhe Klodin, ka e kalon Klodi? Po që si bëjmë Klodi, do kishte ca lek për të prishur dhe tha po iki, tha po të bëjtë sa kështë. Po s'na laja 2 neve pensionistën më dhe bërë sa bëni shumë. Të gjithë të mirat, shëndetëm kesh. Faleminderit shumë që telefonuat. Mirë, nuk e di nëse me ndihmën e regjisë duhet ta mbyllim në këtë moment apo jo. Jo, se na shkon vonë pastaj për edicionin e lajmeve, nuk kemi kohë për një tjetër telefonat apo erdhi? Okej. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi edhe një herë, po. Uleni pak zërin e televizorit dhe më dëgjoni nga telefonit, lutem. Më fal, e? Përshëndetje në Bologna. Jo, përshëndetje. Nësi, a me ju po flas apo ju diku me flisje me njëri tjetër? Jo, unë po flas me ju, jemi live. Mirë, faleminderit. Jam një dëgjues në Mallakastra, po rri në Bologna. Po. Mendonim se kur vajti Edi Rama në pushtet do hani me lukt Florin. Po pse me politik? Ta mbyllim mirë, ta mbyllim me disa gjëra të bukura, po. Po keni ngran buk misri po me 100.000 lekë pension. Po ka vend të rri kjo punë më i t'keqe gjagji tyja. Po. Ju falenderoj shumë për telefonatën, po nuk dua absolutisht që ky emision të kthehet në politikë dhe në ankesa politike, se bolli dëgjojmë çdo ditë dhe çdo orë lajmet e politikës dhe politikanët. Të falenderoj shumë, ju falenderoj të gjithëve që na keni ndjekur në ora juaj. Vijoni të qëndroni në shoqërinë e Ora News, pas pak do të jemi në edicionin e lajmeve.